Zemre si premtova, veç pak po shkoj e kthena prap. Kejt qka prekam kujton ty edhe ra fryn nga dal. Gjdo nat nëndër m'del pa fjall, po syte tu flasin fanal. Zemra do me thirë prap, po krenaria po rrin mur. Je larg, po je kudo, edhe nëndra s'pom shon kur. Po e si vet në përkujtime, gjdo se për rrugë i ajo dhe aje mirë. Am ke harru, atu najher, kujtove. Po e si vet në përkujtime, gjdo se për rrugë i ajo dhe aje mirë. Am ke harru, atu najher. Veç pak po shkoj e kthena prap. Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Në këtë tryezë të bardhë diskutimi ka pasur kënaqësinë që ta nis si rrugtim me të rinj që besoj do të mbyllin edhe këtë sezon të tretë të Çamikos. Kemi hyrë kështu në vitin e dytë edhe mua më vjen mirë që zëri i tyre dëgjohet pak më shumë, edhe që kjo hapësirë, ky podcast është një mundësi e mirë që ata të rrëfejnë çfarë mund të bëjnë, si mund t'i bëjmë gjërat më mirë, edhe pa diskutim të rrëfejnë ato mesazhe paqeje dhe bashkëtese të bukur që duan të gjejnë në viset që kemi lënë pas në një çamëri të bukur. Mirë se erdha Sibela. Përshëndetje, mirë se ju gjej, është kënaqësi për mua të rikthehem në Çamiko dhe faleminderit për ftesën. Fabio Ramadani është një tjetër i ri i cili i bashkohet tryezës për herë të parë. Mirë se erdhe, Fabio. Mirë se gjera, faleminderit për ftesën. Si i përjeton ato momentet nga qafbota? Dua ta nis me Fabion, më falja Sibela se më duket sikur je në shtëpi, po mirë se ardha i mbetet Fabio. Si ishte një pelegrinazh që ne e bëjmë gjithmonë. Po. Shpesh herë kam shkuar edhe unë në qafbot, po si i përjeton ti dhe pse është kaq e rëndësishme për ty të shkosh aty? Të them të drejtën, ishte hera e parë që shkoj në të tillë gjë dhe ishte emocionuese. Faktikisht në një kohë dhe po përjetoja emocionet që ishin në atë eveniment dhe po filmoja për një moment të dytë të krijuar një video për atë eveniment. Dhe po, edhe një video e realizuar shumë bukur, u shfaq në murin e kryeministrisë. Mua më pëlqeu shumë. Faleminderit. Edhe shumë komplimente. Edhe që të ka shkuar mendja ndoshta ta realizosh në atë formë me dronin me të gjitha emocionet e mundshme. Do të shkojë prapë vitin tjetër edhe pse? Sigurisht. Pse ky mision? Një mision jo thjesht një kujtesë historike për çamërim, por dhe trashëgimia që kemi lënë nga të parët tanë. Aty janë si kujtimet e gjysheve tanë. Unë kam pasur fatin të kem gjyshen deri farmoshe, ku jam rritur me të dhe më tregonte shumë për çamërinë. Në lagjin time nuk kishte fëmijë për të luajtur dhe shumë kohë kaloj me gjyshen. Dhe gjyshja uli, sikur po më tregonte ato librat me përralla, kujtimet e vete që kishte në çamëri. I kishte kujtime të bukura, pra dua edhe të më shpjegosh pak nga ishte gjyshja, nga erdhi, edhe çfarë si thua historie mbarte me vete, sepse unë të dyja gjyshet e mia i kam në histori të ndryshme. Njëra më tregonte një çamëri shumë bukur, atë të detit, të ngjyrave, dhe tjetra atë të masakrave. Kështu dua të kuptoj edhe çfarë si të shllëfyer çamëria aty. Po, sigurisht gjyshen kam pasur nga Lumenica dhe ata kanë pas atë traditën që të gjithë vëllezërit, motrat kur shinin të ishin në atë lethime në atë shtëpi ose komshin me njëri tjetrin. Dhe tregonte sepse atëherë pjesën e madhe të fisit gjyshit ishin tregtar, dhe bëshin tregtisi në vendet që ishin aty afër Greqisë, por edhe shkonin më larg në Turqi ose kur sillshin erzat ose gjëra të tjera të tregtisë.
Dhe më tregonte tamam se ato pravat 1001 net, çdo ditë, çdo net nga një gjë të re. Tregonte si bëhej tregtia, si kujdesej babai vet, çfarë roli jepnin në vëllezërve të mëdhenj që ata ishin gjithmonë më punëtor, më le të themi si një prind i dytë për familjen. Dhe tregon edhe të traditën që shiko, atë para që ne konvertojmë në flori, ajo diçka trashëgimi që i kishte lënë në parimet e përpara. Edhe kjo më ka sjellë komplet familja ato kujtesa dhe kur shkoj te kujtoj edhe gjyshin time dhe gjyshin tim për thatë keq shumë pak e kam arritur. Ai është nga Paramthia. Di ashtu siç thëti pak më parë që ai nuk është se ka kaluar le të themi një çam aq të bukur. Ai ka qenë nga Dragomia Paramthis. Por gjysha më tregon shumë gjë të bukur për Gomenicën, edhe kur kam plan të shkoj ta vizitoj Gomenicën do të bëj një video duke kujtuar për cilë kujtimet e saj që më tregonte her pas here. Bukur edhe shpresoj të realizosh bukur, të na sjellësh ne në Çamiko edhe ne ti përcjellim, sigurisht me të drejtën e autorit nga Fabio. Ndërkohë, Asibela vjen nga një udhëtim në Volë. Domethënë shumë kush do të mund ta perceptonte apo të gjente në hartë me si vota sot, por neve me shumë kënaqësi edhe me gjithë dashurinë e mundshme i thrasim Volë ashtu siç i kanë thërritur gjyshërit tanë. Si gjetë Volën edhe sa kënaqësi është të kthehesh, të rikthehesh, të prekësh ato ujëra, nuk e di. Unë kam thënë tek podcasti parë që kam qenë ftuar, shpërma unë do rikthehem në Çamërinë në Volë, në Paramethi, në Filan, sepse kësaj radhe pata mundësinë që të vizitoj edhe disa fshate të tjerë. Sa herë të mundem, sepse për mua është sikur të shëroj diçka brenda vetes, brenda historisë të familjes time, gjeneratës që ka kaluar dhe dhimbjeve që ata kanë përjetuar, si një farë shërimi të rikthehem në Çamëri sa herë që kam mundësinë. Nuk zgjodha që të shkoja në qafbot, pata mundësinë preferova më shumë që të rikthehesha në Çamëri në ditët që parentët e mi janë larguar prej andej. Isha 3 ditë në Volë, isha në Paramethi dhe në Filat, siç thash, dhe është një emocion i papërshkrueshëm, nuk e di nëse dikush që nuk është Çam mund ta kuptoj. Kalova shumë mirë, pata mundësi që të eksploroj pak më shumë se sa kam pasur herë të tjera që kam qenë aty. Takova edhe një të moshuar që nuk e di, ishte një takim rastësor, domethënë në një prej supermarketeve që ishte aty. Edhe unë isha shoqëruar edhe sepse duke patur mendimin që aty njerëzit flasin greqisht, do të flisa anglisht sepse unë greqisht nuk di. Edhe ndërkohë që po flisa se çfarë do merrnim, ai na dëgjoi që po flisim shqip dhe tha, "O, shqiptari një, po flisni shqip." Po e tha me dialektin Çam të pastër që unë kam dëgjuar gjyshin tim të fliste. Ishte besoj një zotëri shumë i vjetër në moshë, mund të ketë qenë 85, 87 vjeç. Dhe mendoj dhe mënyra se si e foli shqipen, nuk ishte shqipja letrare ajo që përdorim ne standardi sot. Nuk mund ta kishte mësuar nga persona shqiptar që vinë aty që të punojnë, të bëjnë punë sezonale, pra mendoj që ishte vendas aty, sepse unë e pyeta, në momentin që unë e pyeta ai si di shqip kaq mirë, po një moment stopoi dhe unë e pash u vë pak në siklet, edhe pastaj ndaloi pak dhe tha, "Ja, e kam mësuar këtë nga Vashas dhe djelt që vinë rreth rrotës." Ishte një ndjesi shumë, nuk e di, edhe emocionova shumë në atë moment, merr dhe për të qarë, kur e dëgjova se janë njerëz që i është dashur të represojnë, që s'mund ta them kështu, ndjenjat, gjuhën, kulturën, të jenë të fshetë për diçka për të cilën ata janë, dhe është për të ardhur keq dhe emocionova, të drejtën. Por ishte një udhtim shumë i bukur dhe ta mbaj mend. Do rikthehem prapë, pas vitin tjetër, pas në gusht, nuk e di.
parameti pastaj ishin akoma një lloj qetësie, ato shtëpi tende të braktisura, si thua, të paktën ato që janë banuar dikur nga çamët. Ato rrugicat e ngushta kishte ndryshuar ndonjë gjë? Unë parameti ishte herë e parë që shkova. Të shkoj, nuk ishte që në para. Por shumë ka pëlqyer shumë, shkojmë dhe te Kulla e Ballatëve. Ishte pak si nuk kishte shumë njerëz, nuk kishte shumë lëvizje, si në parameti si në Filat. Në Filat më bëri më shumë përshtypje që shumë shtëpi kishte akoma shumë shtëpi të vjetra. Edhe e kam filmuar çdo gjë. Se s'do të bëj content për paqen time. Sigurisht. Të Barzilokut, po. Por që shtëpit janë akoma aty edhe disa prej tyre ishin në gjendje shumë të mirë dhe më ka bërë shumë përshtypje sidomos në Filat. Në disa që shkuam që ishin pak më shumë në kodër, mund të mendoj se ka akoma njerëz që jetojnë aty, pra ishin shumë të mirë mbajtura. Edhe kështu, kështu themi, shurë se vetëm 3 ditë ndonjë, nuk është ndonjë gjatë. Shumë mirë, po ti do rikthesh sërish edhe ka përshtypje, ke shkuar ndonjëherë në Çamëri? Jo, thënë të drejtën akoma jo, po kam plan dhe shumë dëshirë ta vizitoj dhe shpresoj kur të shkoj mos të kem probleme sepse duhet të vizitoj çdo fshat dhe çdo qytet, ta dokumentoj në video. Dhe më pas ta përcjell komplet si një udhtim dhe në më thëmë para një histori dhe atë momental që po vizitoj të qytete. Është pak e vështirë në fakt të regjistrosh, sidomos ngresh droni në disa fshatra të cilat janë braktisura, të paktën nga përvoja edhe nga gjitha informacionet që kam mbledhur unë deri më tani, për shembull në zonat e braktisura ose në shtëpitë e harruara të Margulliçit, shumë e vështirë të gjesh njerëz edhe të regjistrosh aty pa pasur një qëllim të caktuar. Dhe zakonisht të gjithë ata që kanë shkuar aty kanë hasur disa probleme, po unë do të mirëprisja kështu me shumë kënaqësi këto video. Çfarë të bëri pjesë të Çamiko Roots? Pra ti je pjesë e një grupimi i cili sot aktualisht ngre zërin për disa çështje të cilat kanë të bëjnë me Çamërinë, që ngre zërin për mos harres edhe për një lloj qëndrese që duhet ta mbajmë tashmë, duket sikur është pasuar ose ka rënë në duart e të rinjve një brezi tjetër. E kanë bërë me shumë dinjitet prindrit tanë, të cilët e trashëguan nga gjyshrit tanë, tani na mbetet neve. Si u bëre pjesë ti e Çamiko? Faktikisht kam kërkuar ndër vitet të bëj pjesë në një grupim. Kam pas prej një partjak, të jap atë kontributin tim, një ujtë e mia ose të sjell diçka timen për Çamërinë. Dhe krejt papritur pash në Instagram, nëpërmjet kushërisë që her pas here bënte share të postime ose dedikime për Çamërinë, dhe i shkruaj të shikoj, nëse është mundësia, kam shumë dëshirë të bëj pjesë, nëse ka hapësirë. Dhe direkt përgjishte po nga grupi të bësh pjesë të Çamikos. Dhe më pas jemi takuar në angazhime ku janë bërë mbledhje ose përkujtime për Çamërinë ose evenimente të një panajiri ose diçka. Dhe aty kam filluar të bëj le themi pakës atë kontributin tim për Çamërinë. Është një grupim që ashtu sikurse edhe individualisht mund mos jem pjesë e Çamiko Roots, po e ndjej gjithmonë si thua detyrën, qëllimin, dëshirën për të kontribuar sa herë që ata kanë nevojë edhe sa herë që miqtë mi më thrasin, ashtu sikurse e kam bërë edhe më herët. Secili nga ne mund të kontribuojë në versione të ndryshme, qoftë Fabio me një video e cila bëhet virale mes rretheve tona, po ashtu edhe përmes rrjeteve sociale. Cila është pika që mendon se duhet të ngrej më shumë zërin rinia e shqiptarëve të Çamërisë. Në kuptimin ka shumë problematika. Asibela, nuk e di, herën e fundit që u takuam, cilësoj pak tekstet shkollore, cilësoj mënyrën se si mund të gjejmë hapësira për ta rrëfyer Çamërinë tonë, po çfarë mendon se është një nga pikat urgjente me cilat rinia, ne, mendjet, intelektualët, historianët mund të punojnë në mënyrë urgjente, pra cila është ajo gjë që të ka shqetësuar gjatë gjithë kohës? Faktikisht më kujtohet kur kam qenë vjeçare në librat e historisë, kur flitet për Çamërinë është dikur le të themi një faqe, diçka historike dhe momentale, kur ti mëson për mësime të tjera ka shumë volum dhe ne të duket kot. Edhe gjithmonë më pas
ku kam marrë në adoleshencë ka kuptuar që ka diçka që nuk shkon, sepse është jo thjesht pjesë e historisë tonë që ne ndjejmë vetëm çam, por është pjesë dhe trashëgimësare i trashëgimisë shqiptare. Mendoj që njerëzit ndikojnë shumë nga emocionet dhe një nga pasuritë që kemi aktualisht, që duhet të veprojmë sa më shpejt, janë të moshuarit. Janë ata që mbajnë ende kujtime të gjallë dhe do të mendoja më shumë që të jepshim zë atyre, duke përcjellë kujtimet, duke mbledhur fotografi të vjetra, duke rrëfyer se si ndodhen gjërat edhe çfarë ata kujtojnë për Çamërinë. Po, një farë dëshmie, pra të ruajmë edhe të regjistrojmë ata ose ato kujtime të cilat janë të gjalla, janë të prekshme. Mendoj që kjo do zgjonte shumë, sepse në fund të fundit çdo kush e ndjen vetëm Çam, por ajo rutina e ditës, vrapi mbas diçka që do të arrini një jetë humbet. Por një moment të godas një emocion e zgjon njëkohësisht. Për shembull, para disa kohësh po lexoja një libër të Aristit Kolës, Gjuha Perëndire, dhe arri një moment që cekte pak gjëra çame. Dhe pa pritur po lexoja një fjalë që më kujtoi shumë kur më thoshte gjyshja, fjala shkarp. Edhe në moment mbyll librin, siç është në moment, dhe po më kujtoi kur gjyshja ka pasur e shkreta një sop druri, me pas, edhe në mëngjes thoshte kur do të viste zjarrin, thoshte tu bof nëna, më mblit ca shkarpa që të ndezim zjarr. Dhe vetëm në moment më kaloi gjithë kujtimet e jetës, që dikur as nuk i kujtoja dot se kishin humbur memoria. Por vetëm një fragment i tillë të bën të zgjohesh komplet ku bëhet fjalë për çështjen çame. Më pas dhe kontributi jonë si të rritë ngrim sa më shumë zërin që në tekstet shkollore, në emisionet televizive të përmendet çështjet çame, jo thjesht si një situatë politike ose diçka kundërvojave, por për të kujtuar historinë tonë. Patjetër, jo vetëm si një mënyrë për të ndërtuar të ardhme më të mirë, themun me ata që kanë bashkëjetuar dikur me gjyshrit tanë, por edhe për të ndryshuar qasjen politike, qoftë të shtetit grek, po edhe të shtetit tonë fillimisht. Si e sheh këtë në gjithë këto zhvillimet politike, në gjithë këto hapësirat ku ka revolte edhe përballë kryeministrisë, qasjen e si thua qeverisë shqiptare kundrejt çështjes çame. Do të thotë Akademia e Shkencave, për shembull, mori përsipër që të shkruante historinë e shqiptarëve, po prap Çamëria nuk zë hapësirën që duhet kishte në këto tekste akademike. Mes gjithë skamjes ose gjithë problemeve që ka Shqipëria sot, që mund të akuzohet se po i jepet copza të huajve, e sheh si një titull që hyn mes shqetësimeve që ka qeveria shqiptare, apo të duket e lënë harres? Në qoftë se të bëjmë një listë të tillë, Çamëria duhet të kishte qenë pjesë e programeve politike shumë kohë përpara, nuk duhet të kishte ardhur, sepse ka vënë rreth diçka shumë keq që vërteta në gjatë protestave që kanë ndodhur në kohët e fundit, kemi parë shumë shpesh flamurin me Çamëria është gjallë, pankarta për Çamërinë e të tjera, dhe ka njerëz që komentonin që thoshin nuk është momenti për Çamërinë, dhe kishte shumë reagime të tilla në rrjetet sociale që nuk ka pëlqyer as pak. Sepse, siç po protestojmë për spitalet që nuk funksionojnë, siç po protestojmë për shumë gjëra të tjera, dhe kemi plot arsye për të protestuar, Çamëria patjetër është një prej tyre, sepse cënon nuk është vetëm çështja jonë e shqiptarëve të Çamërisë, por është çështja e çdo shqiptari, sepse cënon integritetin e çdo shqiptari, është pjesë e historia jonë, nuk është diçka që duhet lënë në harres kaq lehtë. Dhe diçka që duhet të tek bashkëbisedimin që po bëjmë me Fabion është ne si të rinj, mendoj se është e rëndësishme që ne të tregojmë që ne kemi qëllimet tona, kemi idetë tona, kemi planet apo programet tona në lidhje me Çamërinë, sepse duhet të kuptojnë qeveria jonë ose shqiptarët të cilët nuk janë çam, duhet të kuptojnë që Çamëria ka një vazhdimsi. Nuk është se ne po na vdesin gjyshit tanë dhe Çamëria po merr fund, sepse tokat i kemi lënë, ata që kanë ardhur prej aty po ndrojnë jetë, pa të keq, sepse normalisht do vi një moment ata të ndrojnë jetë. 82 vjet nga genocidi. 82 vjet, kështu që është shumë e rëndësishme që në konsciencën e çdo njeriu të kuptojnë që Çamëria ka vazhdimsi, dhe unë prandaj ngulmoj qoftë në rrjetet sociale, qoftë në komunitetin midis shoqërisë time, familjes time të tjerë, që t'i bëj të kuptojnë që Çamëria është akoma këtu, duhet të luftojmë, nuk ka asnjë arsye sepse
duhet të rreshtim si folur për çamërinë. E ndjen që zëri jot dëgjohet, nuk flas vetëm në lidhje me politikën apo në lidhje me ata që mund na kenë përfaqësuar deri më tani nga ana politike në parlament apo kudo tjetër, po edhe në tavolinat mes nesh, e ndjen që kemi fituar pak zë, e ndjen që duhet luftosh akoma që dëgjohet zëri të rinjve çam? Po, patjetër shikoj, nuk mendoj se është momenti as pak që ne të bëhemi përjashtues ndaj askujt. Për sa bëhet fjalë për çështjen e çamit dhe për harmoninë dhe faktin që ne duhet jemi më të bashkuar me njëri tjetrin dhe kjo ka të bëjë shumë me faktin që ne nuk duhet jemi përjashtues ndaj askujt, ndaj të rinjve, ndaj personave specifik. Mjafton që ne të gjithë të kemi qëllimin e mirë të përbashkët, që të punojmë për atë që na bashkon të gjithëve, që normalisht është çamëria. Dhe nuk është momenti as për përçarje. Për përçarje, po nuk as pak momenti për përçarje s'ka qenë asnjëherë, nuk e kuptoj pse duhet të vazhdojmë të diskutojmë përçarje, ndërkohë që secili mund të tregoj me transparencë, me mundin e tij, gjithë kontributin që ka dhënë ose që ka në plan që të japi për çamërinë. As pak nuk është e përshtatshme që të përjashtosh të rinjt. Po ndjen që dëgjohesh pak më shumë? Unë mendoj që unë nuk për sa kohë kam pasur mundësi që të bëj diçka ose të jap kontributin tim, nuk kam përkuar. Ti ke thënë fjalën tënde. Po, ne kam thënë fjalën time, sido që kam pasur mundësi. Në fillim të qershorit madje nuk e di, e dinti apo jo. Po vendosta në një kryqëzim e rrugës së Durrësit, vendosta një monitor. Që kisha menduar, kisha në plan në fakt që ta bëja që në nëntor për festat e nëntorit, sepse normalisht është diçka kombëtare, çështja e çame, por shfaqja një nga monitorët që përdoren aty për reklamimin zakonisht. Shprehin që ne na bën të harrojmë çamërinë, por se din që ne lindim me të në zemër, kështu që askush nuk ka të drejtë të na përjashtoj prej kësaj çështje, si ne jemi rritur me të, na kanë edukuar familja, gjyshit, ne kemi rrit. Unë në momentin që isha në vol, që bëja gjë në varka, unë në momentin kisha thënë gjyshin tim që ato deta, ato brigje ka qenë gjëja e fundit që ai ka parë kur ka ikur prej aty, sa ai ka ikur me bark. Po. Prandaj nuk është e drejtë secili që vërtet e do këtë çështje dhe secili që e do vërtet troje dhe tokën tonë nuk ka të drejtë, as nuk mendoj se do e marrë mundimin që të përjashtoj askënd, sepse të gjithë kemi dëshirën e mirë. Po, dhe besoj që në një farë mënyrë apo një tjetër, secili e gjen hapësirën për ta thënë mendimin e vet. Po, mendoj që ka shumë e vërtetë se kam gjetur unë, mund ta gjejnë plot të tjerë, mund të luftojnë që të marrin vendin që u takon, të japin kontributin që duan të japin. Të gjitha hapësirat gjenden diku në mes të rrugëve të Tiranës, dikush e gjen aty tek tregu Çam, dikush e gjen duke bërë një tabel, po, dikush në mes të protestës, dikush tjetër duke bërë një video edhe duke sjell nga qafbota për ta shpërndar në kryeministri, secili të vërë nga një gur, edhe të mos ndihet as pak i përjashtuar. Pra do i gjejmë një hapësirë dhe ne do e themi gjithmonë. Çfarë ndodh, Fabio, me gjërat më të bukura që mund të kesh trashëguar ti nga çamëria? Vazhdon gatuhet në shtëpinë tuaj, ku diun, ushqim tradicional çam, vjoni të kërceni këngët çame në dasmat edhe në kuzhime. Të gjitha ato, si thua, tradita të trashëguara nga gjyshrit, cilat janë ato gjëra që të bëjnë pak më shumë krenar, edhe beson që duhet ja tregosh gjithë botës, siç bën Asibela tek Borzilok e Manzoran. Çamëria faktikisht më duket mua gjithmonë mendimin im, ndryshe nga karrierat tjera, gjithmonë ka trashëguar të pjesën e artit, sidomos të muzika, po ashtu edhe tek veshja. Por sidomos në familjen time është trashëguar pjesa e muzikës, mbaj mend para shumë vitesh ku kanë qenë televizoret me kaseta. Po. Babai gjendet një kaset bosh ose një kaset që kishte një film, le të themi, që nuk i pëlqente, po. Dhe pris në momentin kë BBF-ja, nuk e di kush ka qenë atëherë një pjesë e muzikës, fillonte kënga çame dhe regjistronte në kaset, dhe në një moment të dytë vënte të dëgjonte i qetë dhe me atë ritmin e vet. Dhe kjo ishte gati çdo fundjavë dëgjoj muzikë çame në shtëpinë tonë. Më pas, sigurisht, kur bëshin dasmat, ose kur vinin dhe, se të thimin në fisim të gjithë janë në Itali, dhe baba im është i vetmi në Shqipëri, dhe kur mblidheshim, shikonim her pas here ato dasmat që janë bërë dikur në kohën e komunizmit, dhe gjithmonë bisedonte muzika çame, dhe ka qenë një nostalgji për mua.
Ju ku jeni vendosur në Tiranë? Jo, unë banoj në plazh të Durrësit. Okej, jeni nga çamët të Durrësit. Po, faktikisht ai sa më kanë treguar në fillim kanë qenë shtëpi në Durrës, në qendër Durrësit tek spitali. Më pas, sa mbaron fundi i diktaturës, fillon një shpërngulje masive dhe kaluam në plazh të Durrësit. Po kryesisht kanë zgjedhur detin, të paktën ata që kanë qenë nga Igumenica, çuditërisht, ndoshta edhe për shkak të psikologjisë së tyre kanë jetuar dhe kanë ditur të jetojnë gjithmonë në det, sigurisht që nuk do të zgjidhnin mal. Nuk e di, ju ku vendoset familja juaj, familja e gjyshit që erdhi nga Vola, e ka pasur këtë lloj psikologjie për të shkuar prap drejt detit edhe për të ndërtuar atë jetën që ka pasur aty, ose për të rindërtuar me kujtimin se ashtu dinin të jetonin në fakt, buzete. Po, është vërtet, gjyshi im në fillim është nisur për të vetëm në Korfuz, në fakt, por e kam dërguar atë historinë që ndaloi një Gjermani e tjerë. Edhe pastaj përfunduan në Ksamil, nga Ksamili kanë ikur në Vlorë dhe gjyshim ka vazhduar babi im, halla xhaxhi im kanë lindur të gjithë në Vlorë. Dhe gjyshim është marrë me peshkim gjithë jetën e tij, ka punuar në një peshkimi, po ashtu dhe vëllezërit e tij, pra kanë vazhduar punën që babai i tij ka bërë në Vol me peshkim, me anije. Kështu që normalisht do bënin atë që janë mësuar të bëjnë. Edhe mendoj se kjo fakti që punonin afër detit pa bërë një punë të ngjashme me atë që kanë pas bërë në Çamëri, se duket mund të risillte pak jetesën aty. Mendoj se i ngushëllonte disi fakti që punonin afër detit dhe mbase prandaj kanë vazhduar që të bënin të njëjtën gjë që bënin në Çamëri. Ose në fund janë të njëjtat ujëra që lëvizin ndoshta nga Vola drejt Jonit të Vlorës. Sibela, çfarë do duhet të bëjmë ne sot për të pasur një dialog të mirë me Greqinë? Në kuptimin ajo që mund të bëjmë ne me njëri tjetrin këtu, okay, do ta zgjidhim, do i shuajmë të gjitha mosmarrveshjet, do e themi, do flasim në shqip dhe do ta tregojmë këtë histori të Çamërisë, por në këndvështrimin tënd, çfarë duhet të bëjmë neve për të shkuar drejt asaj Volës dhe jo si Votës? Pra, cila është qasja që duhet kemi neve, duke marrë në konsiderat, se dua ta bëj edhe këtë, domethënë parashtrim, duke marrë në konsiderat që sa herë që shkojmë dhe bëjmë këtë pelegrinazhin ton shumë paqësor në varezat e Klogjërit aty pranë Konespolit, sa herë që shkojmë në Çamërinë tonë të vogël, sa herë që shkojmë në Qafbot, do ketë gjithmonë një reagim i cili nuk është një reagim me aq miqësor nga pala greke. Pra, duke marrë në konsiderat të gjitha çfarë shkruan media greke gjatë fundit të qershorit, nuk duket një situatë e cila ofron një dialog të mirë. Nga ana tjetër, asnjë nga shkrimet tona ose asnjë nga thirrjet tona, asnjë nga mesazhet që rinia shqiptare ka përçuar deri më tani nuk ka qenë me tone ekstremiste, me tone përçmuese e tjera me radhë. Unë gjithmonë kam besuar që e bukura dhe gjuha e shtruar e pa konflikt do na çojë, do na afrojë. Në këndvështrimin tënd, çfarë duhet bëjmë ne tjetër se nuk domethënë cila është zgjidhja? Është zgjidhja që popujt të bashkohen me njëra tjetrën, politika të jetë pak më largët nga këto çështje, si mund të nxisim ne një dialog ose një marrëdhënie të mirë, se ti kur shkon aty besoj që nuk ke probleme me banorët, nuk ke probleme me njerëzit që të presin, nuk ke probleme me ata që janë aty në marketet dhe që flasin atë shqipen, se i kujtohet shqipja e tyre që kanë mësuar në shtëpi. Pra,
e sheti si një qasje që ne mund ta bëjmë kollaj, një dialog që mund të realizohet kollaj? Fillimisht ti e preke pak, por normalisht do të mobilizohemi mirë brenda shtetit tonë, shteti jonë ta ketë në program, ta ketë si qëllim çështjen tonë dhe pastaj të duhet të punojmë me një shtet tjetër i cili as mendoj se e ka në plan që t'i japë një drejtim kësaj çështje. Normalisht duhet hequr ligji i luftës, por nuk mendoj se ky është një dialog që ne mund të bëjmë me Greqinë, sepse nëse do kishte qenë e mundur deri tani, shteti jonë nuk do ta kishte kaq të vështirë dhe kaq të jetë ndikuar. Domethënë, nëse Greqia do ishte në atë pozitë që ne të mund të bënim një dialog në lidhje me këtë çështje, shteti jonë nuk do detyrohej që ta linte kaq hapta sipas dore. Pra nuk është diçka që ne nuk mund ta zgjidhim me Greqinë, mendoj unë. Me popullin normalisht ne nuk kemi asnjë gjë. Ne e dim nga historitë e gjyshëve se sa mirë kanë kaluar me njëri tjetrin, se si kanë punuar për njëri tjetrin, dhe se sa bashkëtesë të mirë dhe në sa harmoni kanë jetuar. Pra nuk mendoj se është problemi midis popujve. Mendoj që e para duhet të mobilizohemi ne njerëz si çam, si shtet, të mbledhim dokumentat, çdo gjë që ka lidhje me çështjen tonë, dëshmi, çdo gjë që mund të kontribuojë në lidhje me zgjidhjen e kësaj çështje, ti drejtohemi fuqive ndërkombëtare, sepse nuk mendoj se është diçka që mund ta zgjidhim vetëm me Greqinë. Në çdo tavolinë nuk guxohet të flitet për çështjen çame dhe ka disa arsye që shteti jonë i di ose shteti jonë i fsheh, që nuk arrihet që të ecet dhe drejtëzitës së kësaj çështje. Kështu që mendoj se vetëm me anë të ndërhyrjes ne nuk ndërkombëtarëve, normalisht ne nuk kërkojmë ndryshim kufish. Është drejta jonë e pronës, nuk kuptoj, është një çështje politike. Pse duhet të jetë kaq e vështirë që ne të marrim atë që na takon ligjërisht? Pra, mendoj që vetëm me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, sepse me Greqinë nëse do ishte për të zgjidhur deri në një pikë kanë kaluar 82 vite, mendoj që do ishte bërë diçka deri tani. Pse mendojnë që shteti shqiptar është inferior, domethënë nuk guxon të hap të si një ndër çështjet e kapitujve që shtron sa herë për bisedime. Se jam dakord që mund të ketë kush e di sa çështje për të rregulluar jetën e shqiptarëve në Greqi ose jetën e grekëve, pakicës greke në Shqipëri, po pse mendojnë që ne jemi inferior? Edhe a do të ndryshojë, mendon se do të ndryshojë qasja, a do bëhemi pak më të fortë, pak më krenar në momentin që bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, mendon se ndryshojnë se domethënë më lindi kjo pyetje thjesht nga ideja që thua ndërkombëtarët, edhe ne duhet ta bëjmë, jam plotësisht dakord që këto dëshmi që ne marrim sot nga 90 vjeçarët, ti përkthejmë në gjuhën angleze, ti bëjmë produksione qoftë edhe reelsa, të cilët i shpjegojmë botës edhe i rrëfejmë botës këtë histori, këtë anë të historisë që ne kemi mbajtur 50 vjet e më shumë vetëm në shtëpitë tona, se s'kemi pasur mundësi ta tregojmë. Jam shumë dakord që ti bëjmë gjërat edhe ndërkombëtarisht, po do ndryshoj gjë, mendoj që do ndryshoj gjë nga ky inferioriteti që kemi ne si shtet, se ne mendojmë që jemi shtet i vogël. Nuk e di pse jemi inferior edhe kemi pasur frikë ta dëgjojmë. Nuk kam një argument specifik sepse jemi. Sepse nuk ka asnjë arsye sepse nuk duhet të luftohet për të drejtën e shtetësve shqiptare. Ne jemi pjesë e këtyre trojeve, pjesë e këtij shteti, pjesë e këtij kombi, kemi kontribuar edhe historikisht me Hasan Tastini, Abedin Dino dhe plot figurat e tjera historike që kanë qenë pjesë e historisë së Shqipërisë, pa të këtij kombi, të këtij shteti që neve nuk po na del për zot. Pra unë nuk gjej asnjë arsye të logjikshme sepse shteti jonë është kaq inferior dhe është kaq mos përfillës ndaj çështjes çame. Nuk mund të them një arsye që mendoj që po ndodh dhe kam një argument të tillë. Mendoj që unë jam shumë pro ndrimin të qeverisë, patjetër, sepse të paktën për ne kjo qeveri nuk ka bërë asnjë gjë dhe prandaj të dalim të protestojmë për shëndetësinë, protestojmë për arsimin, protestojmë për çamërinë, sepse është diçka që duhet protestuar nga të gjithë, domethënë. Arsimi në BE mendon si një çështje që mund të, si thua, artikulohet pak më lehtë? Mendoj që po, sepse në momentin që ne do futemi në Bashkimin Evropian, unë di që ka ligje dhe rregulla specifike që dy vende për shkak që janë pjesë e Bashkimit nuk mund të kenë ligjin e luftës apo jo. Dhe në ligjit të luftës normalisht do të një farë lehtësimi edhe basta edhe të hapte një rrugë drejt zgjidhjes së këtij problemi, por patjetër që duhet dëshira mirë dhe qëllimi dhe mobilizimi i shtetit tonë në zgjidhjen e kësaj çështje. Nuk mendoj se Europa është aty që të na zgjidhë me probleme, se po të ishte ashtu do kishin zgjidhur deri më sot. Është një problem shumë i madh për ne dhe ne do të jemi ata që kërkojmë zgjidhje. Dhe nëse ne vazhdojmë të jemi kaq inferior dhe kaq thashë më përpara mos përfillës ndaj kësaj çështje, premisat nuk janë të mira. Është pastaj që diçka do ndryshoj. Është ti një qasje mos përfillëse, Fabio?
Mendoj që është momenti i duhur, fal. S'është asnjëherë vonë, patjetër që nuk është asnjëherë, ne bëjmë sa të mundemi. Historia ka ndikuar që nga pavarësia e Shqipërisë, më pas komunizmi që erdhi, post komunizmi, dhe tani ka një rizgjim i shumë gjërave në Shqipëri dhe kjo është e më pas të çështjes çame. Me antarësimin në Bashkimin Evropian do ndryshojnë besoj shumë gjëra dhe Greqia do dorëzohet në një farë mënyre për këtë pikë. Dhe mendoj që në të ardhmen do kemi rezultate shumë të mira për atë që ne po kërkojmë. Siç thamë dhe pak më parë, ne nuk është se po tentojmë një konflikt lufte apo ndryshim territori. Thjesht njëhet e drejta e pronës dhe e drejta e historisë sonë të ketë një falje publike për atë masakër që është bërë, sepse në fund është një gjenocid, nuk është thjesht një luftë, le të themi, midis dy popujve që ka ndodhur në luftën e dytë botërore ose si luftën e parë botërore. Mendoj që një ditë do zgjidhet dhe kam shumë shpresa të mira që kjo do zgjidhet. Për mua, një periudhë kohë kam pasur mendimin që është tepër vonë, ndërkohë që tani mendoj tërësisht ndryshe, mendoj që nuk është asnjëherë vonë, por e kam menduar është tepër vonë kur unë i kam humbur të dyja gjyshet, unë gjyshrit nuk i kam njohur, po kur i kam humbur të dyja gjyshet dhe asnjëra prej tyre nuk mundi të shkonte aty, mua më duk si një amanet i shumë i rëndë për të mbajtur. Për të mbajtur nga unë, ndoshta për të mbajtur edhe nga të rinj të tjerë. Ndoshta kam qenë vërtet shumë e re dhe nuk e kuptoja rëndësinë e situatës edhe e amanetit që më ishte lënë, e një lloj mesazhi apo ngarkese, të cilën do duhet ta vazhdoja. Po kjo vjen me kohën. Kam përshtypjen çdo kush nga ne kur lexon një situatë, lexon ndoshta ndryshe në një moment, e lexon ndryshe në një moment tjetër. Gjyshrit e tu ikën ndonjëherë në shtëpitë e tyre, pra arritën, a donin të shihnin, donin të ktheheshin aty, domethënë nga të gjitha bisedat që bëje me ta, a ishte ky një amanet, a është ky një amanet, a nuk di, domethënë si e percepton kthimin, se për mua kjo është brenga më e madhe që i shoqëron ata që i kanë përjetuar këto ngjarje. Faktikisht gjyshin e mbaj mend shumë të vogël, por kur fliste gjithmonë lotonte. Kujtonte sepse ai ka ardhur i vetëm me vëllan, ka qenë shumë i ri diku tek. Po sepse në paraqiti thuaj se të gjithë prindrit, të gjithë fëmijët u thuan vetëm për shkak se ngelën jetim. Po jetim dhe sakrificët e rrugës shumë njerëz vdiqën nga shkaqjet e natyrës. Dhe gjithmonë kujtoi gjyshja, rrinë në balkon, edhe kur fliste për çamin, drejtoi gjithmonë duke parë nga horizonti. Edhe dëshironte jashtë mashtet që të rikthej në çamëri. Por kushtet atëherë, le themi, nuk të lejojë në kufi për shkak të ligjit të luftës etj. Po, sepse ato kanë edhe vendlindjen aty, edhe detyrimisht ato e kanë të ndaluar. Dhe mbaj mend dikush bën një emision ku është me anë të një gazetar italian bën një tentativë të shkojnë në çamëri dhe kam quar me gjyshën për herë të parë kam parë atë emisionin, se unë kaloj shumë kohë me gjyshën, po telejenet. Dhe i kujtoj çdo gjë në atë moment, edhe pse kisha kaluar një pleqëri shumë të madhe, i kujtoj komplet atje, fillonte të më tregonte dëshirën, edhe në moment fundit më thonë të lutem, kur të kesh mundësi shkoj herë vizitoj, sikur vetëm në vendin e gjyshit, mos s'ka gjë për komunicën, në vendin e gjyshit mos e harro kurrë. Paramitim. Do jetë një përjetim, më besoj do jetë një përjetim që është shumë më i fortë ndoshta se në të gjitha vendet e tjera, edhe për shkak të masakrave që kanë ndodhur aty, për mua ka qenë një përjetim trënditës. Unë kam shijuar çamërin, nuk e di, anë kënd, gjatë gjithë udhëtimit kam qenë shumë e gëzuar në përvojën time, po kur kam shkuar në Paramithi edhe për shkak të heshtjes, ishte pushim, ishte diel, rrugicat ishin bosh, shtëpit nuk gjeje frym njeriu edhe më duk një braktisje e madhe. Pastaj Paramithia ka ato rrugicat shumë të bukura, po që e ka shumë të, domethënë ti shkollën vizualisht mund ta kapësh në çdo cep të rrugicës, gjithmonë të vjen shkolla edhe të vinë ndër mend ato burrat që u vranë aty në atë shkollë dhe nuk e di si vazhdon jeta ka ajo shkolla, po është tronditse. Paramithia është për mua ka qenë tronditse, po gjithsesi kushte ka në mënyrë individuale këtë udhëtimin e vet në çamëri. Kur ta bësh këtë video ndua që të vish prapë në Çamiko, na prezantosh videon edhe të më prezantosh gjithë emocionet se si e ke përjetuar udhëtimin. Të këshilloj që të mbash shënime se
Nga një emocion ke tjetër janë shumë të mëdha, ë? Janë të mëdha si Bela? Po. Janë të mëdha. Edhe unë do me thënë, siç kam përjetuar një vend, nuk kam përjetuar një tjetër, do doja shumë të vizitoja Dodonën, që nuk e kam parë. Po. Në Lumin aty, Po edhe nuk. që është një nga vendet ku mitologjia dhe legjendat janë shumë të bukura. Thonë që është porta drejt një bote të nëndeshme, edhe ka patjetër legjenda shumë bukura. Cili është udhëtimi tjetër që doje të bëje, se unë tash Dodonën edhe Lumin. Edhe unë kam një plan që të shkoj. Kisha një plan që të shkoj që kësaj here, po u vonuam dhe nuk patë mundësi. Patjetër që Dodonën, Po Lumin. mos u ke qenë? Jo, s'kam qenë as. Okay. Kam shumë për të Mos kisha qenë as të paramezi. S'kishe Po qenë. ta, ishte e parë që shkoj. Në fillat kisha qenë, më riktheva. Por që kam 3 vite që shkoj vit për vit. Do të gjej mundësinë që të vizitoj. Shumë mirë, shumë mirë. Do të bësh një checklist. Po, unë kam një checklist. Checklistën edhe programoje kur të shkosh, po jemi mirëpritur prapë në Çamiko. Unë ju falenderoj të dyve që u bët pjesë e këtij rrëfimi të bukur për treguar çamërinë tuaj, çamërinë e trashëguar dhe ato që përjetojmë vetë neve. Faleminderit për çdo përpjekje tuaj, ngrijeni zërin sa më shumë. Faleminderit juve që na bët ftesën dhe mundësi të shprehni mendimin tonë për çamërinë. Dhe nuk do të dorëzohemi kurrë. Po, shumë faleminderit dhe podcasti Çamiko është nga gjërat më të bukura dhe një nga kontributet më të bukura mendoj unë që i jepet kësaj çështje, i jepet njerëzve të cilët mbase kanë kohë që nuk dëgjojnë për çamërinë ose mbase do bëhet qefi që dëgjojnë për çamërinë dhe është vërtet një projekt shumë i bukur dhe unë jam shumë i njëjtë që është hera ime dytë që jam. Po, domethënë Prapë, me siguri po. Ja, je gjithmonë e mirëpritur. Sa herë që të kesh një ide, madje edhe nëse na e prezanton dhe nuk je fizikisht tu, unë do them që këtë e ka të nasibela. Ka të nasibela, jemi mirëpritur edhe mirë ardhur sërish. Uroj edhe kjo tryezë diskutimit ju ketë pëlqyer edhe t'ju ketë ngjallur pak nga emocionet dhe nga ngjyrat e çamërisë son. Unë do doja që ta mbyllja me ca pamje ndoshta nga Igumenica, nga Vola, edhe të përshëndes të gjithë ata që na kanë ndjekur edhe këtë të premte. Shihemi të premten tjetër në Çamiko në orën 20:00. Mirupafshim.